Ekspertët e trafikut vlerësojnë se për ndërtimin e një qyteti vërtet të sigurt, teknologjia duhet të ecë krah për krah me rregullat, edukimin dhe infrastrukturën rrugore. Eksperti i komunikacionit Refik Miftari në intervistën për Alsat tha se rrjeti rrugor është i vjetërsuar dhe i papërshtatshëm me numrin e makinave që e frekuentojnë atë. Qalojmë në aspektin e edukimit të hershëm. Duhet të miratohet me kushtetut për fshirja një lëndë obligative nga në sistemet arsimore që do të trajtoj edukatën dhe sigurinë rrugore që në moshë të hershme dhe njëkohësisht do të kemi infrastrukturë të përshtatshme në infrastrukturën kur e ceke infrastrukturën të përshtatshme do të kemi rrjet rrugor të kapacitetit me automjetet të cilët e frekuentojnë sepse kemi një numër të lartë të automjeteve të cilët e importohen nga vendet e huaja, infrastruktura ngelet e njëjta. Edhe këtu nuk ka përmirësim, makinat shtohen, rrugët mbeten ato. Rrugët ngelen ato. Miftari thotë se sistemi Safe City evidenton edhe shkeljet e tjera, siç është përdorimi i celularëve gjatë vozitjes dhe mosvendosja e rripit të sigurisë, pasi siç tha mbi 80% e aksidenteve shkaktohen nga këto pajkujdesi. Sa i përket faktorit njeri, kemi një sër shkeljes që e bëjmë te kalimin e shpejtësisë, pastaj kemi telefon mobil gjatë drejtimit të automjetit, pastaj kemi mos vendosja e rripit të sigurisë, ka një sër faktorësh dhe jo rastisht e kemi 85% e aksidenteve ndodhin nga faktori njeri për shkak të këtyre sjelljeve të cilët nuk janë të kujdesshëm gjatë drejtimit të automjetit. Në 2 ditët e para të testimit të Safe City janë regjistruar mira shkelje në komunikacion. Në ditën e parë 110.000 dhe në ditën e dytë 50.652 shkelje të tilla. Shpejtësia më e madhe e regjistruar nga kamerat e Safe City është ajo prej 231 km/h, ndërsa më e vogla 51 km/h. Shkeljet më të shpeshta për kalim në semafor të kuq janë regjistruar në kryqëzimin Cvetan Dimov, John Kennedy të komunës së Çajirit. Ndërsa shpejtësia më e madhe e tejkaluar u regjistruar në dalje nga Shkupi për në Tetov në bulevardin Nikola Karev.